Kreu i partisë Lëvizja e Legalitetit Ekrem Spahia nga qyteti i Kukësit ka hedhur poshtë deklaratën e djeshme të ministrit të jashtëm Westerwelle për 3 ligjet. Sipas kryetarit të PLL-s, 3 ligjet janë kushti kryesor për antarësimin e vendit tonë në BE, por qëndrime të tilla, siç është ai i Westerwelle apo disa europarlamentarëve të tjerë, janë qëndrime që vijnë nga partia apo subjekte që janë në mbështetje të Partisë Socialiste në vendin tonë. Miratimi i 3 ligjeve është një kusht nga Bashkimi Evropian për marrjen e statusit si vend kandidat. Por fatkeqësisht Partia Socialiste ka marrë vendimin e saj politik për të mos votuar këto 3 projektligje shumë të rëndësishme. Ne kemi bërë thirrje që Bashkimi Evropian duhet ta heqë këtë kusht dhe të japë statusin e vendit kandidat të Shqipërisë. Ato ndërkombëtarët që thonë që nuk kanë shkusht, besoj janë të mbështetës të Partisë Socialiste dhe nuk janë që flasin emër të institucioneve. Spahia ka akuzuar partitë e reja politike që po abuzojnë me kartën e nacionalizmit për efekte elektorale. Persona, subjekte që pretendojnë që në emër të simboleve kombëtare të përfitojnë thjesht vota për një palë zgjedhje, absolutisht kjo është e lexueshme edhe në sy të shqiptarëve, po edhe në të ndërkombëtarëve. Legalistët do të jenë në koalicion me Partinë Demokratike, u shpreh Spahia, dhe do të fitojnë zgjedhjet, pasi është koalicioni që do dërgojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian.